Kombëtarja shqiptare luajti baraz dje ndaj Serbisë me rezultatin 0-0 në ndeshjen kualifikuese të kampionatit botëror 2026. Pas ndeshjes, Maksimović tha se ishte e vështirë ndaj shqiptarëve, shkruan Gazeta Blitz Sport. Kjo ndeshje kishte shumë energji, kishim nevojë për pak më shumë qetësi, nuk është e lehtë të luash në këtë stadium. E pat se si ishte atmosfera që nga himni kombëtar deri në fund, nuk kishim ritëm të mjaftueshëm, na mungonte edhe freskia dhe pse patëm 2 ose 3 raste në pjesën e dytë që mund t'i kishim zgjedhur, u përgjigj Maksimović kur u pyet se çfarë mungonte për fitoren, duke shtuar më pas, gjëja më e rëndësishme është që ata të vijnë në Beograd dhe t'u tregojmë se jemi një ekip më i mirë, siç treguam sot, të fitojmë 3 pikët, ka thënë ndër të tjera ai. Kombëtarja e Shqipërisë në futboll barazoi 0-0 kundër Serbisë të shtunën në arenën kombëtare. Pjesë e stafit serb, si trajneri i portierëve është edhe Goran Čumić, një ish portier i disa klubeve. Trajneri shqiptar Mireli Osa ka përfituar nga rasti që Goran Čumić ndodhe në Tiranë dhe mes të dyve ka pasur një takim të përzemërt. Por çfarë e lidh dyshen? Më shumë se 30 vite më parë, të dy kanë qenë pjesë e AO Kavala në Greqi. Mireli Osa, një mesfushor me tipare sulmuese, do të duhet t'i ketë shënuar shumë gola so kohë serbit Goran Čumić në stërvitje. Ka qenë vetë trajneri shqiptar që ka postuar 2 foto nga takimi me ish bashkëlojtarin, duke kujtuar kohën kur të dy ndanin të njëjtat domazhveshje. Takim pas më shumë se 30 vitesh me Goran Čumić, shkruan Osa. Pas këtij postimi ka pasur edhe kritika në Kosovë për këtë takim dhe përqafim. Mirëdita miq, kështu nisi konferencën për media trajneri i Serbisë Dragan Stojković në arenën kombëtare të Tiranës, teksa më pas uroi Kurban Bajramin. Veç saj, në fundin e saj, ai tha faleminderit shumë. Historia e shqipës Stojković daton 41 vite më parë, kur në rinin e tij ai kreu shërbim në ushtarap në Prishtinë. Pikërisht, pas 4 dekadash, Stojković u takua me një shok të vjetër që nga koha e ushtrisë. Bëhet fjalë për përkthyesin shqiptar Pjeurat Himaduna, që për konferencës kishte një takim me dhe përfaqësim të përzemërt me Stojković. Përpara se të ulej përballë gazetarëve, Stojković u përqafua përzemërsisht me Pjeuratin, i befasuar që për krah tij gjendej pikërisht njeriu me të cilin kishte kryer ushtrinë 4 dekada më parë. Në vitin 1984, Stojković kishte shkuar në Prishtinë si futbollist, sapo kishte fituar medaljen e bronzë olimpike në lojrat e Los Angelesit, ndërsa Himaduna punonte si producent televiziv në TV Prishtina.